Big Brother Kosova, Klodi vendos vijën përfundimtare. Eliona është kapitulli mbyllur për mua, në shtëpinë e Big Brother Kosova, ku çdo fjalë merr peshë dhe çdo deklaratë bëhet subjekt diskutimi. Ka momente kur një fjalë e vetme mjafton për të sqaruar një histori të tërë. Pikërisht një moment i tillë ishte deklarata e Klodit, e drejt për drejt, e ftohtë dhe pa asnjë hapësirë për keq interpretim. Nuk më intereson fare Eliona. Ky është kapitulli i mbyllur për mua. Këto fjalë nuk ishin të thëna në nerva momentale apo si reagim i nxituar. Përkundrazi, Klodi u shfaq i qetë, i vendosur dhe i sigurt në atë që po thoshte. Ishte një deklaratë që tregonte jo vetëm lodhje emocionale, por edhe një nevojë për të vendosur kufit të qartë në një ambient ku kufit shpesh shkelen me lehtësi. Sipas Klodit, arsyeja pse ai e konsideron këtë histori të përfunduar lidhet drejt për drejt me mënyrën se si Eliona, sipas tij, vazhdon ta mbajë emrin e tij gjallë nëpër bisedat e banorëve. Asaj i intereson që ende të rri nëpër gojet e shtëpisë, është mesazhi i nënkuptuar i qëndrimit të tij. Një akuzë e fortë, por e artikuluar me një qetësi që e bën edhe më të rëndë. Në lojën e Big Brotherit, të qenit temë diskutimi është monedhë. Disa banorë përpiqen ta shmangin, të tjerë e kërkojnë. Klodi duket se ka zgjedhur rrugën e parë. Ai nuk dëshiron më të jetë pjesë e një narrative që, sipas tij, mbahet gjallë artificialisht. Për të, historia me Elionën nuk ka më as ndjenjë, as konflikt, as interes, vetëm zhurmë. Nga ana tjetër, kjo deklaratë e Klodit ka nxitur reagime të ndryshme brenda shtëpisë. Disa banorë e shohin si një qëndrim të pjekur, si një përpjekje për të mbyllur një kapitull që vetëm e shpërqendron nga loja dhe nga vetvetja. Të tjerë dyshojnë se pas kësaj ftohtësie fshihet ende një lloj zhgënjimi i pashprehur që tani po shndërrohet në distancë emocionale, por ajo që është e qartë është se Klodi nuk po lë hapësirë për interpretime romantike apo rikthime dramatike. Ai po përpiqet të çlirohet nga një histori që, sipas tij, nuk i shërben më as emocionalisht, as strategjikisht. Në një lojë ku lidhjet shpesh përdoren për vëmendje, mbështetje apo simpati publike, Klodi po zgjedh të dalë jashtë kësaj formule. Deklarata e tij ngre edhe një pyetje më të gjerë për Big Brother Kosovën. A është më e fortë loja kur distancohesh nga dramat personale, apo kur i përqafon ato? Klodit duket se i ka ardhur momenti të fokusohet te vetja, te loja e tij dhe te mënyra se si dëshiron të perceptohet nga publiku, jo si pjesë e një historie të konsumuar, por si individ më vete, sa i. Përket Elionës, heshtja ose reagimet e saj pas kësaj deklarate janë po aq domethënëse. Nëse ajo do të vazhdojë ta mbajë këtë temë gjallë, apo do ta pranojë mbylljen e kapitullit, mbetet për t'u parë. Por një gjë është e sigurt, pas fjalëve të Klodit, raporti mes tyre nuk është më në zonën gri. Ai është i prerë, i distancuar dhe i ftohtë. Në përfundim, qëndrimi i Klodit është një shembull i asaj se si në Big Brother Kosova, jo çdo histori ka nevojë për dramë të vazhdueshme. Disa kapituj mbyllen jo me zhurmë, por me vendosmëri. Dhe ndonjëherë, fjalia nuk më intereson është më e fortë se çdo debat apo përballje.